Çifti Sara dhe Drila në Big Brother VIP Albania kanë tërhequr shumë vëmendje nga publiku për dinamikën e tyre emocionale dhe marrëdhënien që kanë ndërtuar brenda e jashtë shtëpisë. Sara, e njohur për karakterin e saj të drejtë për drejtë dhe të ndjeshëm, ka treguar anën e saj emocionale në shumë situata, sidomos në raport me Drilonin. Ajo shpesh ka kërkuar komunikim të hapur dhe mirëkuptim, duke u përpjekur ta ruajë balancën mes ndjenjave dhe lojës në shtëpi. Driloni nga ana tjetër ka ardhur në shtëpi me një qasje më të matër dhe të rezervuar. Ai është përpjekur ta ruajë kontrollin emocional, por marrëdhënia me Sarën i ka treguar edhe një anë më të butë e të përkushtuar. Ata kanë pasur momente të afërsisë së thellë, por edhe disa përplasje tipike për një lidhje që zhvillohej nën presionin dhe syrin e kamerave. Pavarësisht vështirësive, lidhja e tyre është komentuar shpesh si një nga më të sinqertat në edicionin aktual, por siç duket jo ashtu edhe jashtë shtëpisë. Pasi që këto ditë Sara ka goditur në formën më të keqe Drilonin pasi që ky i fundit e tradhtoi. Në një nga video që po bën mjaft xhiro në rrjetet sociale, shihet Driloni duke shkëmbyer puthje e përqafime me një vajzë në Gjermani, ndonse ndjekësit ishin syevesh nga Sara Kolami, një herët edhe është vajza që kishin krijuar një marrëdhënie bashkë me Drilonin. Sara këto ditë ka reaguar duke hequr Drilonin nga rrjetet sociale. E një situatë hiç më e mirë nuk është as mes çiftit Leo e Lela të Big Brother VIP Kosova. Prej 2 ditësh rrjetet sociale, sidomos TikToku, janë përfshirë nga një valë spekulimesh për këtë çift. Shkas bëhen disa screenshota të bisedave të pretenduara, ku thuhet se Leo e ka ftuar në takim ish-partnerin e tij në Gjermani. Numri i përfshirë në ato mesazhe, sipas komenteve në rrjet, del të jetë i Leos. E kjo ka ngjallur reagime të shumta, përfshirë edhe nga vet Lela. Në deklaratën e saj, Lela i ka mohuar kategorikisht të biseda duke i quajtur të pavërteta. Po i kena po, dje i kum po, nuk janë të vërteta as pak. Na jem të bashkjetu edhe nuk kem pas asnjëherë asnjë krizë mes neve, e lemo na i sen që me bo me dyshu. Se nëse i shkon që ashtë më t'i kisha hi kësaj pune me zbulu. Janë komplet fake. Lela gjithashtu theksoi se mes saj dhe Leos nuk ka pasur asnjëherë asnjë krizë në marrëdhënien deri më tani, dhe se spekulimet në rrjetin social TikTok nuk kanë asnjë bazë. Ndërkohë Leo nuk ka reaguar ende publikisht për këtë çështje.